pse po ikën, për çfarë ikën në Gjermani? Unë kam qenë në një tur në Gjermani dhe në Holland, pasi kam qenë edhe kandidat në zgjedhjet e 11 majit në qarkun e Fierit, ku deri në moment fundit isha ngarë për të fituar mandatin, por votat nuk dolën dhe nuk e mora mandatin, dhe unë ndjej një detyrim moral ndaj të gjithë atyre të cilët mua më kanë votuar brenda vendit, por edhe nga diaspora. Madje shumë vota, pra në koalicionin tonë, në nismën tonë ose partin tonë politike, unë jam personi i dytë me i votuar nga diaspora. Pra ka marrë një numër të konsiderueshëm dhe vajta të jap dorën një pjesë të atyre të cilët më kanë thënë që më kanë votuar, më kanë mbështetur edhe publikisht dhe jo vetëm, për t'i dhënë dorën dhe për t'i thënë faleminderit, sepse sot është e vështirë të bësh 5 veta bashk, jo më të marrësh me qindra vota nga njerëz që kryesisht unë nuk i kam takuar kur më parë në jetën time. Dhe prandaj vajta ti takoj nga afër, do ta bëj dhe brenda vendit, sepse unë kam kandiduar në qarkun e Fierit, pra në Myzeqe, se jam vetë myzeqar, ti them faleminderit sepse duhet të tregoj një model ndryshe të politikës, të politikanëve, sepse ne jemi mësuar me politikanë që shfaqen një muaj para zgjedhjeve, marrin votat, marrin mandatin, bën deputet dhe zhduken. Ku janë sot këta? Pra unë kam një pyetje për qytetarët. Ku janë sot këta që dilnin para një muaj dhe i premtonin mrekullira qytetarëve në qytet, në fshate me radhë, kanë humbur nga qarkullimi. Mbase kanë marrë pushimet, nuk e di. Por përgjegjësia është pasi ti merr mandatin. Dhe për këtë arsye, unë kam zgjedhur që të jem pranë qytetarëve dhe të jem deputet në thonjza i popullit jashtë parlamentit. Sepse unë nuk do të tërhiqem nga kauza ime, sepse çdo kush që më ka dhënë votën ka besuar tek unë. Dhe dua që nesër edhe shumë të tjerë si puna ime, që janë teknicien, se unë hyj tek pjesa e teknicienëve, të hynë politik dhe mos t'i duket e pamundur, sepse mua më thoshin para se të merja vendimin që do kandidoja, inxhinier, është e vështirë politika, është e vështirë qarku i Fierit, nuk merr dot vota. Po ja që mora vota. Fitova, nuk fitova dot kësaj radhe. Mbase herës tjetër, duhet të punoj më shumë me veten dhe me qytetarët në mënyrë që të marr votat e duhura, që në mënyrë që t'i përfaqësoj. Por kjo do bëj që shumë të tjerë si puna ime do thonë, shiko se e provoje inxhinieri, ore dale se mori ca vota, i nuk që nga aq e vështirë sa e bëjnë këta që thonë politika e shepist, kur që nga politika e keqe, po pse zihen këta me njëri tjetrin që të hynë parlament, se tani ka diçka që nuk shkon këtu. Një mirënjohje ishte kjo, në formë mirënjohje për gjithë ata njerëzit që të kanë votuar edhe që kanë besuar dhe vazhdojnë akoma besojnë tek ti Azmer, sepse ti ke dhënë kontribut të çmuar, edhe pse në rrjetet sociale, edhe pse ke dhënë informacione pafund për njerëzit. Beson se kjo ka qenë një trampolin për t'ju afruar më shumë qytetarëve? Do ta ndaj në 2 pjesë. Sepse një pjesë nuk e di pjesën e Azmerit para medjave apo para rrjeteve sociale. Unë kam një aktivitet nga viti 2007 në Fier, pasi jam nga i qytet, kam lindur, jam rritur në atë zonë dhe kam punuar qysh i vogël, qysh fëmijë me pjesën e instalimeve elektrike. E kam nisur me instalimet elektrike dhe njerëzit më njohin. Më pas gjatë studimeve, se unë kam mbaruar studimet në Universitetin Politeknik të Tiranës për inxhinieri elektrike, edhe gjatë studimeve vazhdoja punoja, por midis Fierit dhe edhe Tiranës, dhe qytetarët më njohin atje. Por kjo njohja më e madhe tani, më gjerë se qyteti i Fierit, sepse qarku i Fierit ka 6 bashki. Pra unë jam votuar edhe në Patos, madje jam më i votuar në Patos. Pra një qytet që është afër, kemi qytetin e Lushnjës, kemi Roskovecin, kemi Divjagën, kemi Mallakastrën. Patjetër, qasja që unë kam shkuar të qytetarët nëpërmjet rrjeteve sociale kanë ndikuar në njohjen time më të madhe të qytetarët. Sepse edhe politikanët e tjerë, kandidatët e tjerë, ata që fituan dhe ata që nuk fituan kanë bërë një gabim. Si e shikoj unë, mbase unë nuk jam ekspert marketingu, po si e shikoj unë, mund të jem dhe gabim. Sepse janë qasur të qytetarët me metoda të viteve 2000 në vitin 2025. Me cilat janë këto metoda? Këto metoda me letra fletpalosje në përduar. Kjo është një formë që ti mund të bësh marketing, por mendoni ju se po t'ju ndaloj dikush në rrugë t'ju japi një fletpalosje dhe ti duke marrë atë fletpalosjen do ta ndryshosh mendimin për partinë që do votosh. Flasim drejt. Pjesa më e madhe mua vjen keq ta them, e kam kaluar edhe vetë këtë.
Pra, nuk lexojmë ne si popull. Ti ja jep flet palosin, ai mund ta shikojë merre heth në kosh. Shikon figurat. Nuk lexon njëri program këtu deni. I duan gjërat sa më thjesht dhe ky është realiteti. Na vjen mirë apo nuk na vjen mirë. Pra, dhe e vetmja formë marketingu produktive që e shikoj unë është t'i vesh qytetarëve në mënyrën më të thjeshtë, me anë një telefoni. Sepse në telefon unë mund t'i shkoj dhe atit që është në qytet, dhe atit që është në fshat, dhe atit që është çoban, dhe atit që është bujk, pra në mes të tokës që punon atje. Se janë në rrjetet sociale gjithë, në të gjitha platformat. Dhe këtë unë bëra. Dhe po tjetër mu përkthyeti. A ishte e mjaftueshme? Mendoj që jo. Sepse më thonë sot shumë që shiko Azmer ka marrë vota, po nuk ja dole dot. Po nuk ja dola. Madje unë nuk e pranoj krahasimin me kandidatët e partive tradicionale, PS dhe PD, se di pse. Sepse nëse unë do isha kandidat me PS dhe PD, ta garantoj që da kisha shumë herë më të lehtë se sa me një forcë të re politike. Madje unë i sfidoj të gjithë ata që sot janë deputet. Nëse do dilnin të pavarur ose me forca të reja, ata nuk do ishin sot deputet. Edhe ata që kanë marrë nga 20.000 vota. Sepse ata e gjejnë rrugën më të shkurtër që të fitojnë duke u bërë pjesë e një partie tradicionale, sepse ne shqiptarët nuk votojmë individin, ne votojmë siglën. Pra në qargun e Fierit ai është i fiksuar do votoj Partinë Socialiste. Kandidati pa rëndësi ka, mund të jetë idiot. Mund të jetë pa formim intelektual, se kemi, se s'duhet përmend emra, kemi të zgjedhur sot që do votojnë ligje për mua, për ty dhe për qytetarët. Do ngren kartonin atje. Pra, por janë deputetat. Dhe kjo duhet të ndryshoj, po kjo si ndryshohet? Nuk ndryshohet duke folur ne jemi ne më të mirë, jo absolutisht. Kjo ndryshohet nëse ndërgjegjësohen ata 5 veta, ata 5 intelektual që ka vendi të përfshihen politik. Sepse nuk mjafton me komente vetëm rrjetet sociale. Nuk ndryshon gjë. Edhe ne këtu, ne mund të ndërgjegjësojmë një pjesë të popullsisë, por ne nuk ndryshojmë dot fatet e vendit. Pra fjala jon është vetëm për ndërgjegjësim. Fjalën dhe veprimet i bën ai që zgjidhet në kuvend. Prandaj unë kandidova. Se unë flas për problematika. Por thjesht ndërgjegjësoj. A ka më fuqi sot të nxjerr një projekt ligj për sigurinë e fëmijëve tan nga kontakti me rrymën elektrike për shembull në parqet ku luajnë që janë telat zhveshur dhe rrugës? Po të mbledhësh 20.000 firma, se si është ajo? Shika, mund të mbledhësh 20.000 firma, duket një proces i lehtë, por ti mund ta depozitosh në kuvend dhe nuk e marrin as për shqyrtim. Se nuk i detyron dot.